Ndërkohë ka pasur dhe një reagim pas Këshillit Kombëtar, po është përgjigjur Saljani, mje pak dyshin të lutem. Dyshi. Është shumë e gjatë. Vetmja mënyrë që Edi Rama gjeti për të ndalur nga përballja me ta në zgjedhje ishin akuzat e fabrikuara në betejën time kundër një grupi mafioz më të fuqishëm në vend. Sepse në garë dhe me garë unë i mund. Këtë e kam treguar në Korçë, Kavaj, në parti dhe kudo, forca ime e vetme janë personaliteti, vullneti im dhe mbështetja e njerëzve. Në Elbasan ishte gjithë struktura vitale e Partisë Demokratike. Akuzat imagjinare, siç ndodhur në Dom, me armiqt imagjinar të Qimotit, se unë pas kam takuar ata që i kam denoncuar prej vitesh, duke filluar nga Suel Qela, janë dëshmi e mjerimit politik, veçanërisht kur dihet se shumë kusht tjetër e ka pasur në krah dhe ka përdorur për interesat veta. Vazhdon pasaj me problematikën e Partisë Demokratike, humbjet e tjera. Në pas ka një paragraf shumë të ashpër, kur thotë sa më përket mua, unë nuk kam emëruar as komanduar struktura për të zgjedhur deputet Partisë Demokratike dikë që në funksionin e prokurorit që duhet luftoj bandat, gjendet në makinë me to, nën breshërinë e plumbave me kriminal ndër më të rrezikshmit. Kjo është dije kuqe dhe dëmtim i kartës morale të opozitës. E ka fjalën për deputetin Ndoj, kam përshtypjen i cili është zgjedhur në qarkun e Durrësit. Kur të kemi lidhjen me Adriatikun, të lutem më njofto, Artan, çfarë po ndodh? Një konflikt i brendshëm hapëra. Është konflikt i brendshëm? Është konflikt i brendshëm të zakonshme në Partinë Demokratike, ka rryma, ka pozicionime të ndryshme. Ervin Saljani për mua është një opozitar. Për sa kohë është opozitar, kur ai diskuton çështjet e këndvështrimit të tij për mënyrën se si duhet të organizohet Partia Demokratike, unë e quaj çështje të brendshme. Mua më intereson. Po, si Berisha, Saljani flasin për kalim vijës kuqe. Berisha thot për organizimin nga Qela të takimit, Saljani flet për zgjedhjen deputet Ndoj. Po, kjo është njëri pretendon, tjetri pretendon, ne duhet shohim edhe fakte për të kuptuar këtë gjë. Po nëse ka ndodhur megjithmenj që Saljani, ky opozitar, për hir të kompeticionit të brendshëm partijak, shkon dhe bashkohet me një bandë, do ishte një gabim shumë i rënd i tij dhe në dëm të opozitarizmit të vet. Unë uroj që të mos ketë ndodhur dhe të jetë dhe i keq kuptim dhe keq informim. Mirë. Por për çështjet e brendshme të Partisë Demokratike, unë i shoh ata opozitar, për sa kohë janë të ktill, nuk më interesojnë raportet e brendshme. Mundet Saljani të bëhet i aftë si opozitar të riaktivizojë një kategori demokratësh që janë të fjetur, se nuk janë... Këtu të dalë. Mund t'i aktivizojë këto, sepse këta janë të fjetur, nuk janë berishist, ka një pjesë të elektoratit që nuk janë berishist, dhe që i shot të allakatur të fjetur. Ndoshta Saljani i mbledh ato dhe i sjell në frontin opozitar. Po, a mund të shkojnë dy bashkë? Nëse i merr dhe i çon në një front tjetër, pastaj do... Po, pra, Berisha thotë ka kaluar vijën e kuqes, mund të jetë... Po, edhe mundet është, kjo është për të ballë, unë nuk e ndos dot. Unë shoh aktivitetin e tij. Për momentin, deri në këtë moment, është opozitar dhe qëndrimet e tij organizative janë tjera. I këtë tilla ngjarje i kemi parë dhe më parë, ka ndodhur po me zotin Bardhi, me zotin Berisha, edhe po prap ka qenë dhe zotin Noka i përfshirë. Deri pasi i deklaruan më mbrapa, pastaj se ishte thjesht disa deklarata politike dhe nuk ishin asgjë. Unë besoj se, si thua, debati i brendshëm në çdo lloj partie është shumë i shëndetshëm. Por deri në momentin ku debati nuk dëmton partinë, në gjykimin tim. Tani, a është Berisha që po dëmton Partinë Demokratike, apo është Saljani, atë mund ta vendosi pastaj e vendosin demokratët. Po ama kjo betejë ka pas një fillim, ka pas një nisje dhe ka pas një fund. Dhe kjo finalizua kur zoti Berisha rifitoi Partinë Demokratike me zgjedhjet lokale, me nën siglën e zotit Berisha. Kështu që është debati mbyllur kujt i takon PD-ja. PD-ja takon demokratët, demokratët zgjedhin zotin Berisha dhe unë mund të dua gjithë ditën ndryshe, por nuk e vendos dot kështu. Ama apo i shërben Saljani kauzës së Partisë Demokratike, këtë do ta shikojmë vazhdim. E kam lapa në lidhje. Adriatik, mirëmbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Ke 8 ditë që po qëndron para kryeministrisë, sa herë kaloj aty të kam takuar, kam bërë dhe një video për rrjetet sociale, unë dua të di pak më qartë me që jemi në televizion. Cili është qëllimi i protestës tënde, se mund t'ishte me idenë për të sensibilizuar njerëz, po kur mas 9 ditësh e sheh që sensibilizimi është në tone fare minore, pra në numra minor, pse po qëndron akoma? Absolutisht qëndroj sepse ky është një proces, sigurisht ndërgjegjësimi është një proces më i madh, më i gjatë,
Në vetvete protesta ime ishte nisi si një protestë individuale dhe tashmë zgjeruar me trinj të reja që flën këtu gjatë natës dhe qindra njerëz që vinë gjatë ditës. Dhe ditën e shtunë në orën 12 ne kemi lënë protestën e parë masive që ne pretendojmë që do të jetë e përbërë nga një numër goxha i madh qytetarësh. Të shtunën në orën 12 çdo qytetar që mendon që gjërat nuk janë mirë në këtë vend dhe që duhet reaguar, do të vinë në shesh, besoj dhe do të protestoj. Të hënën në orën 6 e ka lënë dhe Partia Demokratike, po deri tani provat generale kanë qenë në gjykimin tim të dështuara, qoftë për ju, qoftë për PD-n. Shumë pak njerëz, shumë pak entuziazëm, as pak reflektim i situatës reale që po ndodh në vend, me akuzat e spakut, me arrestime, me denoncime të niveleve qeveritare. Si e shpjegoni ju që me gjithë të intensitet akuzash dhe ngjarjesh, reagimi publik dhe besimi tek opozita është akoma i dobët? Kjo nuk është çështje e besimit te opozita, të paktën kjo që po bëjmë ne këtu. Kjo është çështje e qytetit. Ne e kemi trajtuar si një, pra unë personalisht dhe këta që janë bashkuar, e kemi trajtuar si një reagim i qytetit. Le të themi të vërtetën. Regjimi dhe sistemi që Edi Rama ka ngritur e ka perfeksionuar të keqen atë pikë sa sot asnjë parti politike nuk e mund dot të dalë kush të doj. Ajo që mund të ndodh për ta mundur sistemin që Edi Rama ka ndërtuar është nëse populli del përtej logove dhe bashkohet masivisht duke bashkuar hallet e veta për të krijuar një kohezion të madh që ta përballë këtë sistem që ky ka ngritur. Sepse sot jemi në kushtet kur kapet një ministër në burg, 2 ministra në burg, 3 ministra në burg, 4 ministra në burg, 5 ministra në burg, një zëvendës kryeministër arratiset, zëvendës kryeministri e dytë merret e pandehur, dhe ky shkon nga 73-74 mandate në 83 mandate, shkon në zgjedhje vendore dhe fiton me 75%, 80%, mbi 80% në Tepelen. Kjo nuk është normale. Qytetarët janë në kushtet ku e kanë varur gjithë besimin te drejtësia, por unë ditë të them dhe i them gjithëve atyre që na dëgjojnë. Nëse ne nuk reagojmë dhe të japim të shtyrën e fundit këtij personi që ka ngritur një sistem kaq korruptiv, të korruptimit të çdo qelizë të shoqërisë, drejtësia në fund nuk ka për ta fituar dot këtë betejë me këtë, sepse ky ka për të fshehur pas numrave të cilat i ka fiktive, por që realisht sot i japin mundësinë që ai të vendosë për të bërë çdo gjë deri te zhbërja e reformës në vetvete përmes kufizimeve që ata mund t'i bëjnë. Kështu që keni 9 ditë që kërkoni mbështetje dhe mbështetja s'vjen. Sipas jush, nga motivohet apatia e qytetarëve? Se ti the nuk është besim ndaj opozitës, por çfarë është atëherë? S'është mos besim ndaj opozitës? Pra një pjesë e qytetarëve mendojnë që këtë punë do ta zgjidh spaku, do ta zgjidh drejtësia dhe gjërat do të shkojnë atje ku duhet. Unë po të them që kjo nuk ndodh kështu.